Si konsulencë, armokromia zgjat 1 orë e 30 minuta, pasi kryhet i gjithë procesi i kitjeve që kalon hap pas hapi, derisa arrim në një palet përfundimtare ngjyrash, në të cilën brenda kemi 30 ngjyrat tona të harmonizuara bukur të garderobës, tek femrat pastaj është dhe legjenda e grimit dhe pastaj tek ngjyrosja e flokëve. Është shumë interesante dhe tek metalet që ne femrat normalisht aksesorë, jo vetëm femrat, po dhe meshkujt. Dhe më vjen mirë që kanë filluar tani ta kuptojnë rëndësinë e tyre në diferencimin e veshjes, lukut, paraqitjes. Do të thonë një unaz më shumë, një vath më shumë, një gjë. Më tha Esmeralda, vetëm silver e zhduka Jova Florinti. Mirë, pas ka dalë mirë, pozitiv. Armokromia normalisht nuk ka pjesën e edukimit brenda dhe nuk është se të përjashton ty tani mos përdorësh edhe gjërat e tjera. Por të edukon që tek pjesa për cilën është kontakti viziv, pjesa e fytyrës, të përpiqesh të mbash ato elementet e aksesorëve që këtij se tani që i ke vendosur bizulykët mbi këmish. Shumë e bukur. Ja, ta kem parasysh. Që kështu, normalisht kur bëjmë sedutën e armokromis, jemi pa grim, por duke qenë se ne thjesht do paraqisim pjesën se si bëhet një konsult armokromie, kalojmë hap pas hapi, duke përcaktuar pjesën e nëntonit, nëpërmjet këtyre drapëve, ne kalojmë një, nëse mund ta vendosim. Po, vazhdojmë bashkë. Okej, jemi këtu. Nëpërmjet këtyre drapëve, ne përcaktojmë se çfarë nëntoni lëkure kemi. Kemi një nënton të ftohtë apo një nënton të ngrohtë. Dhe i kalojmë njëri pas tjetrit. Dhe kështu arrim në një konkluzion. Ky është vlerësimi që ti bën, tu thot regjia, nuk e di, e di Esmeralda. Regjia është përgatitur. Unë mendoj të këto është shumë, nuk e di pse. Të të çelura. Si e vlerëson vetëm me sy Esmeralda se çfarë i shkon? Patjetër, pjesa e drapëve është pikërisht prandaj është vendosur një ftohtë, një ngrohtë dhe unë arrit të kuptoj se si elementët e ketrinës në rastin konkret, pra pjesa e syve, e lëkurës, harmonizimi, flokët, si e përçojnë atë dritën natyrale dhe absolutisht që kur jemi të pa grim, unë jam e servitur tani dhe arrit i dalloj dhe kur janë me grim edhe pa grim, po gjithmonë duhet të zbatojmë kitet, sepse ato nuk gënjejnë asnjëherë. Që kështu mund të themi që jemi në një nëntonalitet të ftohtë. Pra unë i bie jam të tërtët? Jo, si quhet e ftohta? Çfarë është e ftohta? Bluja? Po, bluja është e ftohtë. Atëherë, armokromia në vetvete është ndarë në 4 stin kryesore, që janë 2 të ftohta, që është dimri edhe vera, dhe 2 të ngrohta, që është vjeshta dhe pranvera. Pastaj, nëpërmjet kiteve të tjera, që normalisht është intensiteti dhe kontrasti, të treja komponentët lidhen dhe ne lokalizohemi në një stin kryesore. Por çdo stin pastaj ka 3 nëngrupe. E qartë. Për shembull, nëse jemi te dimri dhe te vjeshta ishte. Te dimri dhe tek vera. Më fal. Po. Pra ato do vazhdojë të thellohesh më shumë. Po, derisa të zbulonim edhe pjesën e stinës, pastaj edhe në nëngrupin e saj. Edhe ngjyra e flokëve përcaktohet po njësoj? Po, më pasi arrim të zbulojmë se çfarë stine. Ta ditë vazhdoj apo të kthehem aty ku isha? Në momentin që ne arrim të zbulojmë se çfarë stine jemi, automatikisht pastaj këto kitet e tjera këtu na ndihmojnë për të përcaktuar ngjyrën e flokëve. Që është një kërkesë shumë e madhe për momentin kjo. Me Nikon së shpejti do bëjmë një workshop shumë të bukur për sa i përket dhe stilit dhe një konsulencë më të detajuar akoma. Të flokëve që kisha gjatë verës, nuk e mora si që ishin të gjithë në motë që kisha mora një të kushe, një të errët, një të bukur, një ngjyrë të mërë, të marrë, të shkonte? Se kishin bërë, po mbajta mend të gjitha ngjyrat. Stil, gjithë edhe të kuqen e bukur se. Agita, muaj Agita me të kuqen. Nuk po shkoj do tek njëra. Do t'rregojmë diçka tjetër apo mund të ulemi të vazhdojmë bisedën se unë pak a shumë sova diçka, po besoj edhe teleshikuesit, hajde Esmeralda, ato. Pra edhe teleshikuesit edhe Ketlin ishte interesuar madje të shihte edhe mënyrën se si vendoset pra. Kam edhe si sfidë, se un kam pak a shumë atë ide në temë të kryu me në kokë se që më shkon. Edhe jam kurioze kur të bëj test. Jo, çfarë mendon se të shkon? Ato janë të tuat. Ato që më shkon edhe mua. Po, të ftohta, që mund të jesh aty, pa e bëjmë pak më interesant, ose mund të jesh dhe këtu. Pra vendoset kështu. Po, ja shikon.
Shikoj se sa... Se marrin e bëjnë. Duhet janë të vjeksa. Hajde, Niko! Je një si shumë e bukur. Janë një si shumë e bukur. Automatikisht në momentin që... Në fakt është vërtet që mua këto ngjyra më shkojnë shumë, tani që atëherë në të brendshmën tonë, e dim se çfarë na shkon dhe thjesht në momentin është si puna e mirë, kur të jep diagnozën je më e bindur. Unë për shembull bëj këtë gabim, nuk e di Kaitlina, je edhe ti me atë ngjyrën e sigurt. Vishet zezën edhe je në rregull, po dhe zeza këtu nuk qen ka gjikundi. Duhet ta shikojmë, në moment që bëjmë konsulencën e armokromisë, japim këtë legjendën, e cila në këtë legjendë normalisht ndodhen të gjitha ngjyrat bazë, pra ato 30 ngjyrat e bukura. Kjo edukon që edhe për ngjyrat e tjera që ti më përpara as nuk i ke konsideruar fare, armokromia të zgjon. Dhe të thotë, shiko, mund të afrosh edhe këtë ngjyrën tjetër, se e ke tënde. Ama të ndan nga veshjen, nga aksesorët dhe nga bijuteritë. Edhe pjesa beauty pastaj tek vajzat. Dhe më pas 10 ditëve, dërgohet një raport i detajuar në kombinimin e të gjitha ngjyrave, triadet, kromatiket, normalisht kontrastet, fantazia, dhe njëkohësisht pastaj edhe baza e garderobës në raport, ngjyrosja e flokëve, grimi, dhe çdo gjë e ke... Super, shumë interesante, më pak thuaj. më problematike që ne si popull e kena pak problem, modelet. Cili model i shkon tipologjisë trupit tonë. Këtu menoj se qalojmë. Te konsulenca e imazhit studiohet morfologjia e trupit dhe morfologjia e fytyrës. Në bazë të formës së trupit, pastaj përshtasim të gjithë garderobën. Kjo më duket shumë e rëndësishme, se unë shoh që ka shumë vajza që në biznes po. Edhe mund të them që është shumë problematike si, po edhe rrugë, së rëndome, shof kudo këtë pjesë që ndoshta kanë shumë sy, e kuptojnë që është e bukura, po e veshin një trup që nuk i përshtatet me atë që kanë zgjellë për me vesh. Të pyes pak Niko, për forma mbi masën largë, do themi, që janë pak kilogram më tepër se ç'duhet, ndoshta për një fizik sa më... Mos vishni oversize, çfarë duhet bëj? Mendoj unë. Mos vishni tubino se ngjani si sallam. Po qatë veshësh, ja, unë e shketa vesh tërkon oversize dhe them të mbuloj. Pastaj, kur vesh në një gjithë të ngusht, thonë, pa se s'qen ke dhe aq shumë. Pastaj, kur të them profil, prishet mua beshti. Mendoj që tek veshjet, gjithmonë duhet të ekzistojë dhe ai iluzioni optik. Pra, ne mund të kemi dhe prerje asimetrike, ose ne mund të veshim një jelek, mendoj për meshkuj të paktën dhe shikoj tek vetja kur marr disa kile të tepërta edhe dua të vesh ngjyrë të hapur, vë gjithmonë një lek, pra e kufizoj, i vë korniza trupit tim, vizualisht të paktën. Linjat vertikale dhe horizontale. Janë të gjitha këto gjërat, janë disa teknika që një stilist mund të ndihmojë, ose akoma dhe Esmeralda më thënë mund të tek viza tani që për vijat që më kujtoj mund të udhëzoj fix. Edhe nëse ti mendon se të shkojnë ato vertikalisht, ti mund t'i ndryshosh dhe trupi jot në të vërtet të ngjaj, wow, i strukturuar dhe ndërkohë në vetvete është trupi jot. Niko, tregu tani është i gjerë, edhe dëshira për të dukur mirë edhe në fushën tënde prap me personazhet e njohur, po edhe me njerëzit e thjesht, po themi, ka dëshirën për të qenë sa më në formë, sa më në mod, sa të dukemi sa më mirë. Dhe rrjedhimisht, duke qenë kjo kërkesë, ka edhe personazhe të cilët dalin si stilist, si kurator imazhi, si persona të cilët merren me paraqitjen tënde. Ku ta dallosh një që është profesionist nga një jo profesionist? Para që të ketë si fillim mua CV-ja, pra da ekziston CV-ja, duhet ketë shumë vite punë, pra të kesh shumë artist, të kesh kaluar një dorë njerëzish, t'i bindësh, të kesh në të vërtet punët e tua, se njerëzit në Shqipëri nuk e din ç'është portofolio. Portofolio është një si tip libër që ti ke gjithë punët e tua më të bukura. E para gjë. E dyta, tek vetja. Shpeshherë një stilist duhet ta tregoj stilin e vet akoma, domethënë unë kam kaluar një fazë në jetën time që kisha flokët e shkurtra thjesht, kështu më mori dhe kisha njerëz që më thonin çka ke, pse ti me të shkurtra, pse? Pra, sado mund të vishesh me të zeza, ti duhet kesh diçka që t'ja tregosh tjetrit që unë kam stil, unë përfaqësoj këtë fushë, pa, domethënë ti të më dallosh
Dhe kur të them që jam stilist, okay, make sense, pra bën sens gjithë luku jot. Pa qenë të ekstravagante, thjesht janë disa detaje, si për shembull këtë që pra një njeri normal, një njeri që nuk merret me fushën e modës, do mendonte që too much. Por jo, janë detaje që unë e kuptoj që ose merresh me modë, ose ke stilist. Dhe që ka kombinuar gold me silver. Që ka qenë trend një periudhë kohë, por përgjithsisht nuk e kanë përqafuar. Ose je stilist, ose ke stilist. Në këtë aspekt që ti di ka shumë, ose merresh me modën, domethënë. Po mendoj eksperjenca dhe gjithmonë prezantimi jot i parë. Për mua prezantimi i parë është, siç e folëm dhe më parë, është pasaporta. Si në profesion, për shembull nuk do mendoja kur që me këtë look që ke ti je këngëtare. Kurse si. Pra do mendoja që je pak... Ashe pra se jam e pa parashikueshme se unë edhe kënoj. Është edhe këngëtare. Jam, prezantoj, kënoj dhe aktroj. Do mendoja më shumë në administrat me lookun që ke pra. Pra këtu që në problemi që duhet... është një mix gjërash. Se unë e bëj dhe administratën. Po sot nuk kam marrë si kantare, pra naj edhe kam zgjedhë këtë look. Pra ndaj, okej. Po është stili yt, ai që ti e krijon vetë, pra ajo ishte që tek fjalia e parë që the, si të ndihem. Për mua veshja duhet ketë identitet. Për ngjyrat nuk ma the se cilat janë ngjyrat që ti ke përqafuar më shumë. Unë vdes për zezën, them drejtën, po jam te zeza, te bordoja, te e bardha, te qumshti, jo bezh, po ajo mes bardhës dhe bezh. Pana. Po. E ben, cila më tonë tjesë Esmeralda ndërkohë se do ishte ngjyra e duhur. Jo, ne du mendu do t'i shkonte edhe ushtarakte. E veshi shumë, e veshi shumë. Shumë. Aty qëndron është okej me këto ngjyra, apo do duhet të guxonte. Është një term tjetër. A din çka kisha pas nevojë për nimën, edhe realisht nuk e gjej kërkon, te flokt. Të thash, është një ndër kërkesat më të mëdha për momentin në treg. Po, a di kush është problemi tjetër, se po të nërpres. Unë edhe mund të përfytyroj nështë se që do të kisha dash, po të realizimi, ne kena shumë probleme që qalojnë edhe nuk i realizojnë ashtu si që ne dona. Profesionalizmi mund të mungoj, nuk po themi mungon, po mund të mungoj. Kjo për faktin sepse është ajo revolta që ka dhe Niko dhe jam e bindur, që e ka përjetuar shumë kohë më përpara me, sepse është edhe më afër akoma artit, skenës edhe pjesës së kulturës, ndërkohë që unë jam tek pjesa e përditshmërisë. Revolta e brendshme është që edhe profesionistët ndoshta janë ushqyer nga ky tregu, edhe normalisht kanë qëndruar aty. Sepse është si puna e ushqimit të përditshëm. Nëse ty të vjen një pjatë, një soj në mënyrë të përditshme, normalisht do rish aty pastaj. Nëse ti pastaj guxon për ta ndryshuar ose për ta afruar të jetë në një stil ndryshe e tjera, dhe ajo nuk prenon që ne kemi këtë testa duran, pra jemi pak kokfort si popull, dhe normalisht atëherë çfarë do bëj? Do qëndroj aty. Po ashtu bëhet në rinë komfort zonën teme, sepse e di që nuk do të më realizojnë atë që një profesionist nuk duhet të të lënë në komfort zonë, sepse po të lanë në komfort zonë, mbaroj gjithçka dhe brenda teje. Unë dëgjoj shumë femra që thonë, Esmeralda, kam nevojë për një ndryshim. Ku një ndryshim i joti mund të jetë një stilim flokësh ndryshe. Një prerje flokësh. Ndryshe, komplet. Ne nuk guxojmë të presim dot flokët. Po, flokët janë dhe problematik. Për shembull, unë tjetër që është pasqyra, është pasqyra. Unë gjithmonë kam dashur të pres. Pse nuk i ke prerë? Pse nuk i ke prerë? Nuk e di. Unë kam Kolamin, Sara Kolami, që unë asaj ka qenë live në një emision që kam të thënë dua t'i presësh dhe i ka prerë të nesërme. Kur ajo guxon, që ka flokë të bukura e kështu, dhe guxon ndonjëherë dhe i pret të shkurtë, thëmë, kur i bën ti mund t'i bëj kur çdo janë flokë rriten, domethënë si tojnë, si vetua, si shpikën, se nuk të shkojnë, pra. Atëherë të konsulenca e formës së fytyrës është ky kiti këtu, në momentin që ne përcaktojmë se çfarë forme fytyre kemi, automatikisht për vajzat shërben prerja e flokëve, stilimi i tyre, nëpërmjet dhe këtij kiti tjetër këtu, ne arrim të zbulojmë asimetritë e fytyrës, ato vertikale dhe horizontale, pra forma e fytyrës dhe normalisht asimetritë e tyre nuk kemi një fytyrë perfekte, pra kemi një lloj anomalie, si mund thuash, ana e majtë është pak më ndryshe se ana e djathtë. Nëpërmjet këtyre kiteve që ne arrim të zbulojmë, automatikisht dukemi normalisht të bukur. Veprojmë, një po që ishte për aksesorët,
se çfarë aksesorësh duhet të mbajnë, forma e tyre, që normalisht paraqesin pra një anë vizive më të bukur. Focal point-ët, që është hapja e këmishave, ose jakat, ose vendosja e varseve, ose vendosja e spilave. Patjetër, ndërsa tek meshkujt, mund të ndaloj pak të kjo e meshkujve, sepse është shumë interesante. Është mjekra. Pra, në konsulencën që unë kam bërë një vit në studio, tregu më i madhë ndjes për femrat ka qenë meshkujt. Jo, seriozisht? Po, sepse normalisht janë vetëm në ngjyra neutrale. Jo. Po edhe kanë pak gjana, meshkujt guxojnë aq shumë me aksesorë dhe kanë pak gjana që mund të bëjnë. Nëpërmjet këtij kitit, në momentin që zbulojmë formën e fytyrës, automatikisht e orientojmë se çfarë forma e mjekrës. Se si tjetë forma e mjekrës. Bravo. Që kështu, unë po e vendos kështu dhe po e prezantoj pak. Dhe që pas ka më shumë meshkuj. Dhe si që neve informojmë, ne kemi më të letë në modë, sepse shikojmë trendet, shikojmë sfilatat, gjithmonë informojmë një vit e gjysë, pra ne unë tani di qa do ketë dimrin tjetër, të 2026. Pa tjetër. Sugjeroj me që është kjo që e problemi tek femrat që gjithashtu grimjer dhe parukjer duhet informuar, duhet të marrin seminaret çdo 6 muaj, çdo një vit, maksimumi një vit,